Trupi njerëzor është një makinë e sofistikuar që vazhdimisht dërgon sinjale paralajmëruese kur diçka nuk funksionon siç duhet. Fatkeqësisht, shumica e njerëzve injorojnë këto shenja të hershme, duke u besuar se janë thjesht simptoma të përkohshme ose të parëndësishme. Por realiteti është se njohja e këtyre sinjaleve në kohë mund të bëjë diferencën midis një diagnoze të hershme të kuruar dhe një sëmundjeje që përparon në fazat e avancuara. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sëmundjet jo ngjitëse janë përgjegjëse për mbi 70% të vdekjeve globale. Shumë prej këtyre sëmundjeve fillojnë me simptoma subtile që zhvillohen gjatë muajve ose edhe viteve, por që shpesh kalojnë pa u vënë re. Studimet tregojnë se zbulimi i hershëm i sëmundjeve serioze rrit shanset për shërim dhe përmirëson ndjeshëm cilësinë e jetës. Prandaj, të dish çfarë të kërkosh në trupin tënd mund të shpëtojë jetën. Shenja e parë: lodhja e vazhdueshme që nuk zhduket me pushim. Njerëzit shpesh mendojnë se lodhja është thjesht pasojë e një jete të zënë ose mungesës së gjumit, por kur lodhja bëhet e vazhdueshme dhe nuk zhduket pavarësisht pushimit mjaftueshëm, ajo mund të jetë një sinjal paralajmërues i rëndësishëm për sëmundje serioze. Kjo lloj lodhje quhet lodhje kronike dhe dallohet nga lodhja normale, sepse zgjat javë të tëra ose muaj ndikon në aktivitetet e përditshme dhe nuk përmirësohet me gjumë. Trupi përdor lodhjen si mënyrë për të treguar se po punon më shumë se normalja për të kryer funksione bazike. Kur dikush ka diabet, për shembull, qelizat e trupit nuk arrin të përdorin glukozën në mënyrë efektive për energji, gjë që shkakton ndjenjë konstante lodhje. Studimet mjekësore kanë zbuluar se rreth 61% e njerëzve me diabet të padiagnostikuar raportojnë lodhje të vazhdueshme si simptom kryesore. Sëmundjet kardiovaskulare janë një tjetër shkaktar i rëndësishëm i lodhjes kronike. Kur zemra nuk pompon mjaftueshëm gjak për të furnizuar trupin me oksigjen, muskujt dhe organet nuk marrin energjinë e nevojshme. Kjo manifestohet si lodhje e thellë që përkeqësohet me aktivitet fizik. Specialistët e kardiologjisë theksojnë se lodhja e pazakontë që vjen pas aktiviteteve që më parë ishin të lehta, si të ngjitesh shkallëve ose të ecësh për disa minuta, mund të jetë një nga shenjat e para të problemeve me zemrën. Problemet me tiroidin gjithashtu manifestohen kryesisht përmes lodhjes. Kur gjëndra e tiroides nuk prodhon mjaftueshëm hormon tiroidian, metabolizmi i trupit ngadalsohet, duke çuar në mungesë energjie, rritje peshe të papritur dhe vështirësi në përqendrim. Studimet tregojnë se gratë janë 5 deri 8 herë më të prirura për të zhvilluar probleme me tiroidin se sa burrat, dhe shumë prej tyre kalojnë vite duke menduar se lodhja e tyre është thjesht pasojë e stresit. Çfarë është veçanërisht shqetësuese, është fakti se shumë lloje kanceri në fazat e hershme shkaktojnë lodhje kronike. Kjo ndodh sepse qelizat kanceroze harxojnë burime të mëdha energjie për të urritur dhe për të shumëzuar, duke lënë më pak energji për funksionet normale të trupit. Sipas instituteve të kërkimit onkologjik, lodhja është një nga simptomat më të shpeshta te pacientët me kancer, të diagnostikuar në fazat e hershme, por fatkeqësisht është edhe një nga simptomat më të injoruara. Shenja e dytë: humbja e peshës pa arsye të dukshme. Kur dikush humb peshë pa bërë ndryshime në dietë ose pa rritur aktivitetin fizik, kjo mund të duket si një bekim për shumë njerëz. Por mjekët paralajmërojnë se humbja e pashpjegueshme e peshës është një nga shenjat më serioze që trupi mund të dërgojë. Ekspertët e shëndetit përcaktojnë humbjen e rëndësishme të peshës si 5% ose më shumë të peshës totale të trupit brenda 6 muajve pas një përpjekje të qëllimshme. Kanceri është një nga shkaktarët më të zakonshëm të humbjes së papritur të peshës. Qelizat kanceroze ndryshojnë mënyrën se si trupi përdor energji nga ushqimi, duke shkaktuar djegje të shpejtuar të kalorive. Veçanërisht kanceri i mushkërive, stomakut, pankreasit dhe ezofagut shpesh paraqiten fillimisht me humbje peshe të papritur. Studimet tregojnë se deri në 40% e njerëzve të diagnostikuar me kancer raportojnë humbje peshe të pazakontë si simptom e parë që i bëri të kërkonin ndihmë mjekësore. Diabeti i patrajtuar gjithashtu shkakton humbje peshe, por për një arsye krejtësisht tjetër. Kur trupi nuk mund të përdor glukozën për energji për shkak të rezistencës ndaj insulinës ose mungesës së insulinës, ai fillon të djegë dhjamin dhe muskulin për karburant. Kjo çon në humbje peshe të shpejtë, edhe nëse personi vazhdon të hajë normalisht ose edhe më shumë se zakonisht. Mjekët specializuar në endokrinologji shpjegojnë se pacientët me diabet tip 1 të padiagnostikuar mund të humbin peshe dramatikisht brenda javësh,
ndërsa diabeti tip 2 mund të shkaktojë humbje më graduale peshe gjatë muajve. Sëmundjet e zorrëve inflamatore, si sëmundja e Kronit dhe koliti ulceroz, ndërhyjnë me aftësinë e trupit për të thithur lëndë ushqyese nga ushqimi. Kjo çon në mungesë të vitaminave dhe mineraleve thelbësore, si dhe në humbje peshe. Këto sëmundje shpesh shoqërohen me dhimbje barku, diare kronike dhe lodhje, por në disa raste, humbja e peshës mund të jetë simptoma e parë që vërehet. Hipertiroidizmi, një gjendje ku gjëndra e tiroides prodhon tepër hormon, përshpejton metabolizmin në nivele të rrezikshme. Njerëzit me hipertiroidizëm mund të hanë më shumë se normalja, por prap të humbasin peshë, sepse trupi i tyre po djeg kalori me një shpejtësi anormalisht të lartë. Kjo gjendje shoqërohet edhe me rrahjen të shpejtë të zemrës, dridhje, nervozizëm dhe ndjeshmëri ndaj nxehtësisë. Shenja e tretë, ndryshimet në thonjë që shumica nuk i njohin. Një nga shenjat më të injoruara, por më treguesit e sëmundjeve serioze, është një fenomen i quajtur clubbing i gishtërinjve ose gishtat e kërcimit. Ky është një ndryshim fizik specifik, ku majat e gishtërinjve dhe thonjt fillojnë të rrumbullakosen dhe të frynë, duke u bërë të ngjajnë me shkopinj daulle. Thonjt bëhen më të lakuara dhe indi i butë poshtyre bëhet më i trashë dhe më i lëmuar. Çfarë bën këtë shenjë është të rëndësishme, është se ajo është lidhur drejt për drejt me sëmundje serioze të zemrës dhe mushkrive. Studimet mjekësore tregojnë se rreth 80% e rasteve të clubbingut janë shkaktuar nga probleme pulmonare, veçanërisht kanceri i mushkrive, i cili është shkaktari më i zakonshëm. Kur mushkrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk merr mjaftueshëm oksigjen dhe kjo shkakton ndryshime në qarkullimin e gjakut që çojnë në fryerjen e majave të gishtërinjve. Fibroza cistike, bronkiektazia, enfizema dhe infeksionet kronike të mushkrive gjithashtu shkaktojnë clubbing. Këto sëmundje zhvillohen gradualisht dhe shpesh kalojnë pa u diagnostikuar për vite. Clubbingu mund të jetë një nga shenjat e para të dukshme që diçka nuk shkon mirë. Mjekët raportojnë se clubbingu mund të zhvillohet shpejt sa brenda 2 javësh në raste akute të infeksioneve, por zakonisht formohet gradualisht gjatë muajve ose viteve. Sëmundjet kardiovaskulare, veçanërisht defektet kongjinitale të zemrës, që ndërhyjnë me oksigjenim të duhur të gjakut, janë shkaktar të rëndësishëm të clubbingut. Kur zemra nuk pompon gjak në mënyrë efektive, ose kur ka rrjedhje anormale të gjakut që anashkalojnë mushkrit, nivelet e oksigjenit në gjak ulen, duke shkaktuar ndryshime karakteristike në gjishta. Një aspekt veçanërisht interesant është se clubbingu mund të jetë i kthyeshëm nëse sëmundja bazë trajtohet me sukses. Studimet kanë dokumentuar raste ku thonjt dhe majat e gishtërinjve janë kthyer në gjendje normale pas operacioneve korrigjuese të zemrës ose trajtimeve të suksesshme të kancerit. Kjo tregon se trupi ka aftësi shëruese të jashtëzakonshme kur problema themelore adresohet në kohë. Për të testuar nëse dikush ka clubbing, ekziston një test i thjeshtë i quajtur testi i Shamroth, kur gishtat e të njëjtit gisht nga të dy duart vendosen ballë për ballë me thonjt që prekin njëri tjetrin. Në një person të shëndetshëm formohet një hapësirë në formë diamanti midis shtratit të thonjt. Te personat me clubbing, kjo hapësirë zhduket plotësisht. Ky test mund të bëhet lehtësisht në shtëpi dhe është një mjet i dobishëm për vetë monitorim. Shenja e katërt, ndryshimet e papritura në lëkurë. Lëkura është organi më i madh i trupit dhe shërben si një pasqyrë drejt për drejt e shëndetit të brendshëm. Ndryshimet në ngjyrën, strukturën ose shfaqjen e lëkurës mund të jenë sinjale të hershme të sëmundjeve serioze që zhvillohen në brendësi. Një nga ndryshimet më dramatike dhe tregues është verdhja e lëkurës dhe e pjesës së bardhë të syve, një gjendje e njohur si ikteri. Kjo ndodh kur mëlçia nuk funksionon siç duhet dhe bilirubina, një substancë e verdhë që formohet nga shpërbërja e qelizave të kuqe të gjakut, grumbullohet në trup. Sëmundjet e mëlçisë, duke përfshirë hepatitin, cirozën dhe kancerin e mëlçisë, shpesh manifestohen fillimisht përmes verdhjes së lëkurës. Studimet tregojnë se ikteri mund të jetë e vetmja simptome dukshme në fazat e hershme të disa llojeve të kancerit të mëlçisë, duke e bërë atë një shenjë kritike që nuk duhet injoruar asnjëherë. Problemet me fshikëzën e tëmthit dhe kanalet biliare gjithashtu skaktojnë ikter kur rrjedha normale e tëmthit bëhet e bllokuar. Ngjyra e errët e lëkurës në zona specifike të trupit, veçanërisht në qafë, sqetull dhe rrudhat e lëkurës, quhet akantoza nigricans. Ky është një shenjë paralajmëruese rezistencës ndaj insulinës dhe diabetit tip 2. Lëkura në këto zona bëhet më e errët, më e trashë dhe ka një teksturë kadifeje. Sipas endokrinologëve, afërsisht 74% e njerëzve të diagnostikuar me akantoza nigricans zhvillojnë diabet brenda 5 viteve nëse nuk ndërmarrin masa parandaluese. Plagët që nuk shërohen brenda 3 muajsh janë një sinjal i rëndësishëm paralajmërues.
Diabeti dëmton nervat dhe qarkullimin e gjakut, veçanërisht në këmbë dhe kërcirë, gjë që bën që edhe plagët e vogla të mos shërohen normalisht. Kjo mund të çojë në infeksione serioze dhe në rastet më të këqija në nevojën për amputim. Studimet tregojnë se rreth 15% e njerëzve me diabet zhvillojnë plagë që nuk shërohen dhe këto plagë janë përgjegjëse për më shumë se 80% e amputimeve jo traumatike. Ethe të përsëritura pa shkak të qartë janë një tjetër shenjë shqetësuese. Ndërsa ethe të lehta mund të jenë thjesht shenjë një infeksioni viral të zakonshëm, ethe që kthehen vazhdimisht ose që qëndrojnë mbi 38 gradë Celsius për më shumë se 7 ditë kërkojnë vlerësim mjekësor urgjent. Ethe kronike mund të tregojnë infeksione serioze të patrajtuara, leuqemi, limfom ose sëmundje autoimune. Trupi përdor ethen si një mekanizëm mbrojtës, por kur ajo bëhet e vazhdueshme, sinjalizon se sistemi imunitar po lufton diçka serioze. Ndryshimet në pamjen e njollave ose shenjave të lindjes duhet monitoruar me kujdes. Mjekët rekomandojnë përdorimin e rregullit ABCDE për të vlerësuar njolla të dyshimta. A për asimetri, njolla nuk është e rrumbullakët, B për buzë të parregullta, C për ngjyrë jo uniforme, D për diametër mbi 6 mm dhe E për evolim ose ndryshim me kalimin e kohës. Melanoma, forma më vdekjepruese e kancerit të lëkurës, shpesh fillon me ndryshime subtile në shenja ekzistuese ose me shfaqjen e njollave të reja. Statistika tregojnë se kur melanoma diagnostikohet në fazat e hershme, shkalla e mbijetesës 5 vjeçare është mbi 99%, por kjo bie në vetëm 27% kur kanceri ka përhapet në organe të largëta. Dëgjimi i trupit është çelësi i shpëtimit. Çdo vit, miliona njerëz humbasin jetën nga sëmundje që mund të ishin trajtuar me sukses nëse do të ishin zbuluar më herët. Trupi njerëzor është i pajisur me një sistem paralajmërues të sofistikuar që dërgon sinjale kur diçka nuk shkon siç duhet. Problemi nuk është se trupi nuk na tregon, por se ne nuk e dëgjojmë ose zgjedhim të injorojmë atë që na thot. Lodhja e vazhdueshme që nuk largohet me pushim, humbja e papritur e peshës, ndryshimet në thonjë si clubbing dhe ndryshimet në lëkurë janë të gjitha shenja që meritojnë vëmendje të menjëhershme. Këto simptoma mund të duken të parëndësishme kur vijnë veç e veç, por kur përjetojmë ndonjërin prej tyre për periudha të zgjatura kohore, është thelbësore të konsultohemi me një profesionist shëndetësor. Studimet mjekësore tregojnë se diagnostikimi i hershëm rrit dramatikisht shanset për shërim në pothuajse të gjitha sëmundjet serioze. Për shembull, kanceri i identifikuar në fazën e parë ka shkallë shërimi mbi 90% në shumicën e rasteve, ndërsa i njëjti kancer i zbuluar në fazën e katërt ka shkallë mbijetese shumë më të ulët. E njëjta vlen për sëmundjet e zemrës, diabetin dhe sëmundjet të tjera kronike. Është e rëndësishme të theksohet se jo çdo simptome përmendur këtu do të thotë patjetër se ekziston një sëmundje serioze. Trupi është kompleks dhe ka shumë arsye të mundshme për këto simptoma, por pikërisht për këtë arsye konsultimi me mjekun është i domosdoshëm. Vetëm një profesionist mjekësor mund të bëjë testet e duhura dhe të vendosë një diagnozë të saktë. Në fund, shëndeti ynë është përgjegjësia jonë. Duke qenë të vëmendshëm ndaj trupit ton, duke njohur shenjat e hershme të paralajmërimit dhe kërkuar ndihmë mjekësore kur diçka nuk ndjehet e drejtë, ne mund të mbrojmë veten dhe të sigurojmë një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Trupi ynë flet vazhdimisht dhe është koha që ne të fillojmë ta dëgjojmë me vëmendje.